Përballë ngarkesës së madhe të gjykatave dhe vonesave që shkaktojnë procese të gjata ligjore, biznesi në Lezhë po zgjedhën një alternativë më të shpejtë dhe më pak të kushtueshme ndërmjetësimin. Ky proces jashtë sistemit gjyqësor u jep palë mundësinë të arrijë një marrëveshje të detyrueshme ligjërisht, e cila zbaton të njëjtin autoritet si një vendim gjykate, por brenda një periudhe shumë të shkurtër. Në një frymë të re bashkëpunimi, dhoma tregtisë dhe industrisë në Lezhë dhe dhoma kombëtare ndërmjetësimit kanë firmosur memorandumin e bashkëpunimit. Marrëveshja synon forcimin e shërbimeve që ofrohen bizneseve dhe krijimin një mbështetje më të plotë për zgjidhjen e mosmarrëveshje me dialog, duke shmangur konfliktet dhe kostot që sjell gjykata. Realisht kjo është një qasje shumë e mirë që duhet të kishte ardhur me kohë dhe bizneset realisht duhet ta përçapojnë, sepse gjatë gjithë karrierës tyre ekonomike, unë besoj që nuk ka biznes që nuk ka pas çështje, konfliktesh, që nga konfliktet me institucionet e shtetit, konfliktet mes kompanive tregtare, konflikteve punëmarrës dhe punëdhënës, dhe besoj të gjitha këto janë disa tema që mirë do ishte duke parë edhe situatën, realisht, që se kemi sekret ta themi situatës drejtësisë, cila një çështje konfliktuale, qoftë edhe thjesht, duhen shumë vite dhe kosto shumë të larta për ta arritur atë. Dhe siç janë edhe praktikat më të mira pranimore, ndërmjetësimi është një parallam ose një hallk që në kohë shumë të shkurtër dhe me kosto shumë minimale arrin në zgjidhjen e këtyre mosmarrëveshjeve të ndryshme që mund të ketë. Biznesi duhet jetë i pari që të shkojnë në ndërmjetësim, sepse mendoj unë duhet ta kuptojnë magjinë e ndërmjetësimit. Zgjidh konfliktet shumë shpejto. Akt marrëveshja është titull ekzekutiv, do thotë është si një vendim i gjykatës së apelit, rregullon marrëdhëniet midis palëve. Pasi jo vetëm zgjidhim konfliktet midis tyre apo punëdhënësve dhe punëmarrësve, por dhe konfliktet që mund të kenë këto biznese me institucionet publike, fal ndryshimeve ligjore që kemi sjell. Kështu që ndërmjetësimi është situata që zgjidh tani për momentin të gjitha konfliktet shumë shpejto, shumë bukur, me i ndërmjetës antar të dhomës kombëtare të ndërmjetësimit, titull ekzekutiv, por rregullojnë marrëdhëniet midis palëve. Fal këtij mekanizmi, konfliktet mes administratës publike dhe sektorit privat, ashtu si dhe mosmarrëveshjet mes sipërmarrësve apo punëmarrësve mund të zgjidhen brenda një kohe të shkurtër.